Ju e dini që po e preke territorin e NATO-s, i ke prek të gjitha shtetet e NATO-s për shkak të nenit 5. Dhe kjo ka qenë edhe tema kryesore diskutimeve të mia me zyrtarët më të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Natyrisht është proces shumë i vështirë, sepse i kemi 4 shtete të NATO-s që akoma nuk e kanë njohur Kosovën, por ne kemi diskutuar për një plan konkret se si të arrim deri te bindja e tyre. Për të ndodhur një gjë e tillë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nevojë në Kosovë për institucione cilave ju besojnë. Ka nevojë për një partner të cilit i besojnë. Partner nga i cili nuk presin befasi çdo mëngjes, dhe partner i cili nga Kosova i beson 100% Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Atë partner e kam pasur në mua si presidente, atë partner do ta kenë në një qeverisje të udhëhequr nga Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse ne besojmë që siguria e Kosovës është e lidhur drejt për së drejti me raportet tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne besojmë që edhe zhvillimi ynë ekonomik afatgjatë është i lidhur drejt për drejt me raportet tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ne besojmë fuqishëm që paprekshmëria e territorit tonë dhe antarësimi në të cilën do organizatë ndërkombëtare përfshi edhe ato që janë vetëm kontinentin evropian, janë të ndërlidhura edhe me përkrajën amerikane. Ne kemi parë se sa e ndërlidhur ka qenë edhe vetë antarësimi në Këshillin e Evropës me raportet tona me Amerikën. Amerika ka qenë në baza ditore e angazhuar rreth këtij procesi. Dhe kur ka dashur të na ndihmoj, sepse ka qenë e kënaqur me raportin, na ka ndihmuar në fazën e parë. Ju kujtohet? Ka qenë Departamenti i Shtetit deri në ditën e fundit i angazhuar me secilin shtetar. Në momentin që s'ka qenë e kënaqur me raportin, ne s'kemi pasur mundësi të ecim për para. Unë kam parë edhe vetë përgjatë karrierës politike se çdo antarësim i yni është varur katërcipërisht nga raporti ynë me Amerikën. Edhe në organizatat më të parëndësishme. Dhe ju them me bindje të plotë, asnjë njohje e Republikës së Kosovës në atë periudhën pas pavarësisë nuk do të vinte pa angazhimin e jashtëzakonshëm të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe tani, edhe përmbyllja e procesit të njohjeve, edhe antarësimi në organizata ndërkombëtare, edhe zhvillimi ynë i gjithëmbashëm ekonomik, po në veçanti ai mbrojtjes, varet nga ajo se sa të fuqishme ne i kemi raportet tona me Amerikën dhe sa të fuqishme i kemi na edhe vetë unitetin tonë shtetëror rreth këtyre temave, sa zhvillohemi për brenda në sektorin e mbrojtjes dhe sigurisë e shumë çështje të tjera. Pra duhet të shkojnë të dyja paralelisht. Amerika do ta ketë një partner jashtëzakonisht të fuqishëm, i cili jo vetëm beson në Amerikën, por edhe punon me të çdo sektor, nga mbrojtja deri te energjetika, siç e keni parë edhe dje deklaratën tonë. Ne besojmë. Për këto do të më pyet fakt që ishte një zhvillim pra ju reagut, ju dhe zoti Abdigjiku reagut pra përmes një deklarate, ishte një kolumne e të ngarkuarës me punë ambasadën amerikane, në cilën flet për rëndësinë që Kosova të përfshihet në projektin e gazit amerikan, duke shpjeguar se në fakt Kosova rrezikon të mbetet i vetmi vend në rajon që nuk po pranon gazin amerikan. Ajo që dua t'ju pyes Zonja Osmani, lidhet edhe me atë se çfarë ka ndodhur këtyre viteve, çfarë ka ndodhur tash, dhe pse është ky hezitim i qeverisë aktuale, i zotit Kurti, për ta pranuar gazin amerikan. Pse është hezitimi i zotit Kurti, mund ta pyesni atë, unë mund t'ju them çfarë më është thënë mua në takime. Hezitimi ka qenë edhe më herët ku ju keni qenë partner. Po, por ka qenë një situatë komplet tjetër dhe më lejoni ta shpjegoj. Në administratën e presidentit Biden, e cila erdhi në pushtet me njëherë pasi ne pak a shumë njëjtën kohë me kohën kur ne fituam zgjedhjet. Administrata Biden ka pas një politikë tjetër me atë që quhet fossil fuel, domethënë me energjinë e cila e ndot ajrin, kështu me spjegu shumë më thjesht, dhe nuk ka pas insistim nga ana e tyre qoftë për energji të bazuar në thëngjell, qoftë për energji të bazuar në naftë. Prandaj edhe kur qeveria Kurti në atë kohë insistonte që projektin MCC, i cili ishte dakorduar më herët, projekti Compact prej rreth 300 milion eurosh, të ridrejtohet tek energjia e ripërtrishme nëpërmjet baterive të tjera, nuk ka pas
do të ja refuzim të madh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë kur kam kërkuar nga qeveria Kurti në atë kohë që ta mbajnë projektin e gazit amerikan, arsyetimet e tyre kryesisht kanë qenë... Ki pas deklarat publike edhe si presidente. Kam pas deklarat publike si presidente që unë e përkrah këtë projekt, e kam përkrahur gjithmonë, dhe kam menduar që ka qenë rruga më e mirë që ta vazhdonim qysh atëherë, që mos të humbasnim kohë që ta ridrejtojmë tani në rinegociem të projekteve të reja. Qeveria Kurti, argumentet që i ka dhënë unë kanë qenë kryesisht të natyrës ekonomike, mund të kushtoj e tjera. Përgjigja ime ka qenë që siguria energjetike, sidomos në atë fazë, nuk është më, sidomos për Evropën, nuk është më vetëm ekonomi, nuk është më vetëm çmim, është siguri nacionale, është orientim strategjik. Edhe si çmimi bie më lirë se sot që po importojmë. Tani doli në fakt që do na binte shumë më lirë sikur ta vazhdonim atë projekt dhe të lidheshim me gazin amerikan, se sa 1.1 miliard euro që i ka harxhuar qeveria për të blerë energji elektrike, për të importuar energji elektrike zoti e di prej kujt. Pra në vend se të lidheshim me Amerikën, ka dalë shumë më shtrajt që të importohet, pra dhe është harxhuar 1.1 miliard. Dhe mirë po në atë kohë nuk ka pas refuzim tepër të madh nga administrata Biden, pikrisht për shkak se ata vetë ishin ridrejtuar tek energjia e ripërtrishme, dhe kur unë i kam pyetur që a mund të lëndoj kjo raportet tona me Amerikën, nuk ka pas ndonjë përgjigje që mund të bëjë ndonjë dëm i madh, që është edhe arsyeja pse është vazhduar pastaj me projektin MCC, që është i bazuar në bateri të cilat do ta mbajnë energjinë e ripërtrishme. Që është mirë që ai projekt është vazhduar. Kur ka ardhur administrata Trump, projekti i parë që e kanë ndërprerë për krejt botën, jo vetëm për Kosovën, ka qenë MCC. Dhe jemi njoftuar që MCC ka vdekur. Kam shkuar unë në Shtetet e Bashkuara, jam takuar me zëvendës sekretarin Landau dhe me shumë zyrtarë të tjerë amerikan, përfshi edhe me Kongresin amerikan, dhe pas insistimit të madh dhe takimeve të gjata që ky projekt të vazhdoj për Kosovën, jam njoftuar me shkrim nga zëvendës sekretari Landau që kanë vendosur që për Kosovën ta vazhdojnë projektin dhe në fakt projektin MCC, që ka qenë një lajm i jashtëzakonshëm. Megjithatë, jemi njoftuar në takim dhe shumë të tjera më pastaj, që interesimi kryesor amerikan është për LNG, për gazin LNG. Dhe në ato takime unë kam shprehur interesim dhe kam treguar që si presidente jam pro këtij projekti, sepse shoh si siguri nacionale të Kosovës dhe rrështim politik geostrategjik me Amerikën. Në një kohë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës po tentojnë të arrisin sigurinë e Evropës nëpërmjet edhe sigurisë energjetike, pra arritjes së ndikimit amerikan në vend të ndikimit rus, është e pafalshme që Kosova t'i thot jo projektit të gazit amerikan. E ka thonë jo këtë ditë? Sipas informatave që ne i kemi, ashtu ka qenë përgjigja mirë, po në korrik, kur unë jam takuar me zyrtar të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe si presidente kam shprehur pozitivitet dhe qëndrim pozitiv në raport me këtë projekt, ata pastaj kanë ardhur për takime në Kosovë dhe unë më vonë jam njoftuar që në Kosovë kanë marrë përgjigje negative nga qeveria Kurti.